që kushdo që dëshiron me u bë pjesë e këtyre aktiviteteve të KQZ-s, qoftë vëzhgues, qoftë komisioner, nuk kanë të drejtë ata të cilët kanë pasur një dënim të prerë në 3 vitet e fundit, por jo edhe ata të cilët janë në hetim. Kësaj kjo nuk kupton që edhe ata të cilët janë në hetim e sipër nga zgjedhjet 28 dhjetor dhe nuk kanë marrë ndonjë dënim, mund të bëhen pjesë përsëri ose mund të bëhen numërues të votave, pavarësisht që janë të dyshuar për manipulim të rezultateve të shumta të kandidatëve të partive politike. Tek studentët hala ka të lashe çuditshme që ndodhin ende në kohën kur inteligjenca artificiale është duke jehu, interneti është duke jehu, edhe na vazhdojmë, edhe studentët tanë vazhdojnë me i ndjek profesorat për një nënshkrim. Kjo është e çuditshme dhe habitshme qysh ende nuk është digitalizu ky lloj procesi dhe nuk është largu ky lloj burokratizmi i administratës së Universitetit të Prishtinës dhe universitetet të tjera, sidomos në rrafshin e universiteteve publike. Fakulteti, këta studentët e mjekësisë janë duke u ankuar aktualisht që po do të me indjek profesorët me ja marë ka një dosje kur e kam paraqit provimin, sepse si pas studentëve, në momentin kur e paraqesin provimin, atë dosje e nënshkruajnë profesorët, bartësit e lëndës, edhe të njëjtin e kanë obligim me dorëzu në administrat në momentin kur paraqitet provimi. Por ka shumë profesor që qenë kanë neglizhant ka shik kësaj çështje dhe nuk e kanë dorëzuar provimin. Kësaj kesh disa studentë të cilët pas 6 vitesh studime, mbi 63 provime që i kanë dhënë dhe tash janë në prag të diplomimit, kur kanë hyrë në sistemin online që e ka Universiteti i Prishtinës, e kanë pa që dikun 20, 10, 15, 30 të tilla dosje nuk janë paraqitur nga profesorët. Dhe çka duhet të bëjnë tash studentët? Duhet me shku me i ndjek profesorët me shku kaj letër të paraqitjes së provimit që kanë dhënë provimin vitit parë, 2, 3, çfarë di unë. Edhe duhet me marr atë nënshkrim përsëri për me kompletu dosjen e tyre për të vazhduar procesin e diplomimit. Pa kompletimin e kësaj dosje, pa këto nënshkrime, këta nuk arrin për shkaqe të burokracisë. Pse duhet mu kompliku kaq shumë? Pse dhe? Shtrohet pyetja. Pse? Edhe çuditshme. Mënyra se qysh votojmë rinumrimi këto, pse duhet me u kompliku kaq shumë? Sidomos kur themi që kemi rinin që deri mas mire fush teknologjisë dhe me zgjedh probleme të tilla, na jetojmë si në kohën e mesjetës. Që ta e nisa me idenë e inteligjencës artificiale, me teknologjinë, me këtë fushë, është duke u zhvillu, po s'është në Alan Shaj. Unë e di që në situatë pak e shumë ngjashme është edhe në fakultetin teknik, edhe atje duhet me e kërku në nënshkrimin e profesorit për me him provim pak nonsens. Besoj që kjo nuk e di unë, por ma më mendja që në qoftë se ndodhën këto dy fakultete, atër që i bje ndodhë gjithandej në këtë... Me pash edhe reagimin e këshillit të studentëve të fakultetit mjekësisë që tha na kena kërku dhe na kanë premtu një bashkëpunim profesorat, këshilli profesorave që do ta bëjnë këtë, por me gjasë thonë që nuk po e zbatojnë këtë lloj marrëveshje që jo marrëveshje, por diçka që ju takon, madje thanë që ka raste kur edhe pse studenti nga rend dhe i kërkon në profesorit ama dëshmin, ama dosjen e paraqitjes së provimit që në administrat, ka raste thonë që kanë marrur edhe kërcënime studentët, veç pse po i bën lloj presioni profesorit për një letër që të takon ty. Në tek i obligim e qu, studentit tash do të mengohen për provimin që ka dhënë vitin e parë me shku me marrë atë dosje. Tek profesorët ato dosje sigurisht kanë humbur, tash do të me marrë dosje të rejnë administrat, me shku me nënshkru profesori, me këthy prap në administrat. E një punë që me 2 klika kryhet e punë, po si dhe qoftë s'pana alen as inteligencë artificiale, as teknologjia s'po gjapi. është e ngrita edhe pak... Mirë bonë shumë edhe shpresojmë që... është kuha e diplomimit të studentëve të ashtë pragu i qershorit, dhe vërtet janë duke hasur në kësi farloj burokracisë të çuditshme. Ndoshta na dëgjojnë edhe profesorët edhe me evitu këto lloj nënshkrimi, këto farë dosje, letra. Ose më ja u rikujtu profesorëve kur kanë qenë. A bën aplikimin online kur do të me him provim,
me një Besoj që profesorët këta çështjes nuk mundën me rregullu, këto i përket më shumë institucioneve tjera, po profesorëve veç kanë marak pak edhe profat. Kanë qenë ata student, në çfarë sfida kanë kalu, veçanërisht shumë profesorë që ndoshta kanë qenë. Ndoshta nga nostalgjia e qasojna, tani kanë marak pak me treguat autoritetin pranë studentëve edhe me i bu studentët me vrapu me ndjek vetë profat për me marrë një nënshkrim, për me marrë dhe letra dhe dosje që pra po them me një klik kryhet këtë kjo punë. Tash të shkojme në Shqipëri, me qenë se atje Shqipëria është të rënditur me një aksident të tmerrshëm që ka ndodhur në Durrës, ku 2 fëmijë vetë se kanë vdekur, edhe një tjetër është me lëndime të rënda, shpresojmë të mbjetoj plagëve që e ka marrur. Çka ka ndodhur dje në Durrës? Atje gjatë zhvillimit të lojës së fëmijëve, një vetur futet thuajse si në kënd të burrit dhe i godet fëmijët, 2 nga ta i lënë të vdekur në vend ngjarje. Risia nga raportimi i kronikës së djeshme është që është kuptuar siç ka thënë ngasësi i makinës në polici kur ka dhënë intervistën. Ngasësi i makinës është Nikol Radaci, 57 vjeçar, dhe mediat në Shqipëri kanë kuptuar që kur është marrë në pyetje për këtë situatë në polici, ai ka thënë që në atë moment kam qenë i dehur dhe nuk e di, as nuk mbaj mend asgjë që ka ndodhur. Por kur rikfill, thotë që në këto momente kitë që jam të ndje është, jam të ju thonë më vresni, nuk meritoj të jetoj, dua ta vras veten, çfarë të them? Ka ngelur gjë për të thënë më, jam i tronditur, nuk mbaj mend asgjë. Mora në qafë fëmijët, isha në gjendje të dehur. Është një citat që mediat kanë arritur ta sigurojnë gabrimet e tyre hetimore brenda policisë, një deklarim që ai e ka dhënë normalisht i penduar mbi këtë zhvillim. Por fatkeqësisht ky rast, ky person që ka lloj recidivisti i dehjes, i vozitjes në gjendje të dehur, sepse lagja që ka ndodhur edhe aksidenti ka raportuar disa herë dhe ka kërkuar nga policia që të intervenojnë për shkak që pikërisht i njëjti është duke vozitur makinën me shpejtësi të lartë dhe në gjendje të dehur në atë lagje ku edhe ka ndodhur aksidenti. Por fatkeqësisht edhe këto mungesa e intervenimit me kohë të policisë dhe parandalimit ndodh edhe ky lloj aksidentit të jetë me fatalitet. Normalisht edhe kanë shprehur ngushëllime edhe liderët si presidenti Bajram Bega, kryeministri Edi Rama, mbi këtë zhvillim të jetë të rëndë, të jetë të mërshme që në bërë me t'i shkel fëmijët është ekstremisht fatale. Shumë e rëndë, nuk e di familjarët nëse zgaboja sa arrita me kuptu jo shumë, nuk ndodheshin prindrit e fëmijëve, nuk ishin në shtëpia, nuk e di, nuk hulumtova ma shumë, veç e pash që të risin e lajme që doli mbrëm rreth dëshmisë së shoferit e që ishte të jetë të shpruse pikluse, që normalisht tash edhe të e ditë që ka shkaktu një dëm të jetë tragjik. Mirë, të kemi pas dhe reagim edhe nga kryeministri edhe nga presidenti lidhur me këtë rast, sepse me të vërtet e ka të rënditur jo vetëm Shqipërinë, ka të rënditur besoj gjithë shqiptarët, por edhe mediat ndërkombëtare kudo që kanë raportuar, kanë mbetur të rënditur nga këta fëmijë që janë goditur dhe 3 prej tyre janë... Po njëri nga ta... Një nga ta është në gjendje shumë të rënda, po jo? Po njëri është në gjendje të rëndë, nuk kemi lajme deri në këtë mëngjes, pra gjatë natës se si është situata gjendje shëndetësore, por deri në momentin e pranimit pramë vonë ka qenë gjendje e rëndë. Shpresojmë ta te kaloj edhe të mbijetoj nga këtë kjo lloj tragjedie që ka... Shpresojmë. Shkojmë për fund në lindje të mesme tek zhvillimet atje që ka të ndodhur rreth Iranit dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, është raportuar që palët janë në negocim. Këtë ka konfirmuar edhe administrata e presidentit amerikan Donald Trump, të cilët kanë thënë që janë në negociata, janë në bisedime, madje vetë Trumpi ka thënë që janë në bisedime pozitive me Iranin dhe shumë shpejt shpresojnë që të dilet me një zgjidhje përfundimtare. Edhe duket që kjo do të jetë alternativa finale e krejt këtij lloji kaosi që është duke ndodhur atje, sepse palët janë raportuar që i kanë shkëmbyer edhe planet e tyre të paqes në të ndërmjetme, madje edhe Irani ka raportuar që Amerika i ka kthyer një përgjigje dhe ka pranuar planin e ridizajnuar, sepse me planin e parë s'është pajtu kurrgjysh.
SBA-ja, tashti me planin e ridizajnuar, Irani ka njoftuar që Amerika u ka kthyer një përgjigje, por mbetet të diskutohet dhe të shqyrtohet dhe të diskutohet edhe në kuadër të negociatave ku edhe Steve Witkoff, i dërguar i Trumpit, është në negociim me sipër, edhe ai vetë ka konfirmuar për BBC-n, mos gabofsha, ishte një raportim që e ka konfirmuar bisedimet. Çka ndodh sot? Sot pritet të ketë një lloj zhbllokimi për ato anije që kanë mbetur tash sa kohë në dhe rreth kanalit të ngushticës së Hormuzit. Presidenti amerikan Donald Trump ka thënë që të hënën nga mëngjesi me kohën lokale të lindjes së mesme, krejt ato anije të cilat janë të shteteve të tjera, të cilat nuk janë përfshirë në këtë mes, edhe nuk kanë faj që janë pjesë e kësajna, do të lirohen, do të sigurohet kalimi i sigurt karshi kanalit të Hormuzit, do të vazhdojnë rrugtimin e tyre e kanë marrë dhe u kërkon falje që janë bërë pjesë e krejt këtij kaosi. Kjo thotë që është një bashkëpunim me Iran dhe gjitha vendet e lindjes së mesme, që po bëhet një